Sot morëm diplomat për një kurs shumë të vlefshëm që kemi bërë. Erdhëm në vendin e dur. Ka u menduar 2 herë, mora pjesë dhe jam shumë e lumtur. Se ne jemi në qytete të ndryshme dhe këtu ishim një grup vajzash prej 16 vetash. Unë kam vite që punoj në këtë profesion, po kjo ishte një kurs, një trajnim shumë i veçantë për mua, edhe pse kisha shumë vite në të fushë që punoja. Moda gjithmonë zhvillohet dhe duhen gjithmonë prerje të reja dhe sa më eksakte që të bëhet dhe puna jonë më e bukur edhe më e lehtë. Kam ngelur shumë e kënaqur. Po këtu ishte një punë shumë e eksakte dhe ishim zonja të gjitha në këtë profesion dhe unë sinqerisht jam tejet e kënaqur sepse me të vërtetë neve kemi ardhur nga qytete të ndryshme, po ndjem sikur të ishim vendase në Tiranë. Kam marrë gjithçka, kam shumë vite që jam në këtë punë, por gjithmonë zanati nuk ka të mbaruar dhe gjithmonë kemi të mësuar. Sepse kjo është një shkollë, është një filial italian, që s'mund të ishte ndryshe. Ndihem vërtet shumë e plotësuar. Ndihem vërtet dhe do punoj dhe nuk do harxoj më as një ditë kot.